Kemi pranu porosin për mbajtjen e unazave, për fejesën e trinit edhe erës. Hajde me ndrejq bashkë. Çka na vin me përdorjen lullet, 5 lule, pjella të ndryshme që kishin edhe në video, gërshant, glue gun, shiriti, edhe kutijat e unazave që janë thjeshta, po ashtu edhe gërshant. Kemi fillu të e fshi pasqyrën. Kemi vendos lullat. E pastaj me nxehtësi nxehtë me glue gun kemi vazhdu me renit pelat. I kemi renit këto të mdojat 4 gisht pas njëra tjetrës. Vetë për me dhani bazë thjesht për me vazhdu me vendos pelat tjera që janë me matësi më të vogla. Pelat tjera i kena vendos zigzag në bazë të matësisë. Pastaj kështu menu që po mungon edhe vendosa me, po a duket mirë shiriti nëse ja vendosa manash. Vendosa që po duket mirë edhe t'janë gjesëm e glue gun s'teket mo. Kjo është pamja finale e xhamit para se me vendos kutijat. Kutijat janë të thjeshta, për atë arsye kemi me vendos shirite. Për mundu kalo ma të bukura kutijat, ja vendosëm edhe shirite me pela. Shiriti i unazave ka me qeni personalizum, dizajn është i kriju me Canva, edhe pastaj i vendosëm në program për me ushtyp në DTF printer. Kena me bo heat press për mu ngjit, edhe kështu duket pas si të ngjitet dizajnin në shiret. Hajde tash me i renit një ka një, e po që këna bo. Bukura. Bane edhe ti vet, ose porosit e tek hynesha.